Ditët e shoqëruara me reshje kanë bërë që të lind nevoja për kullimin e tokave bujqësore në mënyrë që fermerëve të mos u dëmtohet prodhimi. Përgjegjësi i sektorit të bimëve të arave thotë se fermerët duhet ta kenë në kontroll të vazhdueshëm këtë proces. Reshjet e bollshme që kanë ditët e fundit kanë bërë të domosdoshme kontrollin e sistemit të kullimit në të gjitha parcelat e mbjella me të lashta që të sigurojnë një raport në lidhje me ujin që është në tokë. Prandaj lindë e domosdoshme që ky sistem kullimi të funksionojë në mënyrë që ata të marrin rendimentet e duhura. Kuqja shton se një masë tjetër e rëndësishme është dhe plerimi suplementar, që në këtë rast mund të kryhet dhe me ure. Mund të përdorin edhe uren, pasi lagështia është e mjaftueshme, domethënë, dhe jep efektivitet më të lartë se sa nitrati në këto kushte. Do të vazhdojnë edhe me luftimin kundër barishave të këqija, do bëjnë trajtimet kimike kur temperatura të ketë arritur mbi 10 gradë Celsius, pasi efektiviteti i herbicideve është më i lartë në temperatura relativisht më të larta. Dhe lufta kundër rrëzimit që duhet sigurojnë fermerët që më njanon rrëzimin e grurit. Ne kemi bërë deri në këtë moment 2 tuar me plerime plotësuese dhe do bëjmë dhe dorën e tretë që është doza korrigjuese. Sasia e plerave që rekomandohet të jetë është 3.5 deri në 5 kuintal për hektar. Me përfundimin e reshjeve, fermerët mund të vazhdojnë me mbjelljet e pranverës për kulturën e jonxhës dhe misrit. Vitet e fundit, fermerët po shfaqen interes të shtuar për kultivimin e drithrave, kryesisht të kulturave të lashta, si shkak i rritjes së çmimit të tyre.